Pashkët e vitit 2025 konfirmojnë si ndër më të shtrenjtat e dekadës. Përballë një inflacioni të qëndrueshëm dhe të gjithanshëm, familjet europiane përballen me zgjedhje të vështira, mes ruajtjes së traditës dhe nevojës për kushtim. Ndërkohë që zakonet e konsumit po psojnë ndryshime të thella, lidhja me simbolikat festive mbetet e fortë. Vetëm 1 në 6 familje udhtoi për Pashkë këtë vit, një tregues i qartë i ndikimit të inflacionit në zakonet e pushimeve. Kostoja e transportit është bërë pengesë kryesore për lëvizjen. Çmimet e biletave të trenave u rritën deri në 190% brenda 20 ditësh. Njësoj alarmante janë edhe fluturimet, me një rritje mesatare prej mbi 180 eurosh 24 orë para festave. Traditat gastronomike të Pashkëve nuk janë zhdukur, por janë përshtatur. Të dhënat nga Coop Aleanca tregojnë se veza prej çokolate mbetet simboli më i dashur i festës, me 15 milion copë të shitura. Rritjet më të mëdha të çmimeve janë shënuar te produktet ushqimore të përdorura zakonisht gjatë festave. Gjalpi dhe kafeja janë rritur me 19.5%, kakaoja me 14.1%, çokolata me 9.6% dhe vezët e pulës me 4.6%. Po ashtu rritje kanë mësuar edhe produktet e freskëta si agrumet, sallata dhe domatet. Edhe pijet jo alkolike nuk kanë shpëtuar nga inflacioni me një rritje prej 7.8%. Pavarësisht rritjes së kostove dhe kufizimeve ekonomike, europianët nuk heqin dorë nga festimi i Pashkëve. Ata zgjedhin mënyra të reja për të ruajtur traditat, qoftë duke festuar në shtëpi, duke bler produkte në formate më të vogla, apo duke zgjedhur alternativa më ekonomike. Kjo qasje reflekton një realitet ku elasticiteti dhe kreativiteti bëhen thelbësor për të mbajtur gjallë shpirtin festiv në kohë sfiduese.